Ernest Muçi ishte protagonist në dy fitorit e fundit të Trabzonsporit që po lufton për titullin kampion, tre gola të shënuar prej sulmuesit të kombëtarës që tashmë ka filluar të bindë. Trabzonspori po merr frytet e huazimit dhe po ashtu mendon për të ardhmen. Trabzonspori duhet të paguajë 8,5 milionë euro për të blerë kartonin e 24 vjeçarit, më parë janë paguar 1 milion euro te Beşiktashi vetëm për huazimin. Legia Varshavës nuk do të ishte as pak e kënaqur nga kjo situatë, siç tregohet në Poloni. Kontrata shitjes së Muçit në Turqi u realizua për 10 milionë euro dhe me një klauzulë të veçantë, kështu Legia ruajti 10% të fitimit nga çdo shitje e ardhshme. Trabzonspori ndërkohë nuk do të kalonte 10 milionë euro për të gjithë operacionin e blerjes, siç ranë më parë dakord me rivalet e Superligës turke. Për këtë Beşiktashi vet nuk do të kishte fitim nga shuma e shpenzuar më parë, po ashtu as Legia përqindje.